Jemi në muajin e mëshirës, në muajin e Ramazanit, muaj i cili me të vërtetë Allahu xhalla shanuhu fal shumë, mëshiron shumë njerëz, andaj jemi pikërisht edhe në muajin e faljes pra pendimit. Muajin e të cilin fillimi i tij është mëshirë dhe rahmet, mesi i tij është falje, që kërkohet prej ne që t'i kthehemi Allahu xhalla shanuhu me teube dhe pendim, dhe fundi i tij është lirim nga zjarri i xhehenemit. Andaj ne si njerëz, jemi njerëz të cilët me të vërtetë ndoshta nga njëherë mund të bëjmë gabime dhe lëshime, mirë po ajo që kërkohet nga ana e madhit Allah dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam është pikërisht teubeja dhe pendimi. Për këtë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Kullu ibn Adam khata", çdo bir i Ademit është mëkatar, është gabimtar, është gjunahçar. Andaj më i miri prej tyre është ai i cili pendohet, i kthehet Allahu xhalla shanuhu me teube dhe pendim, e pikërisht në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, për cilin me të vërtetë Allahu xhalla shanuhu fal edhe mëshiron shumë njerëz. Thot Allahu xhalla shanuhu në Kur'an: "Ja eyyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." O ju të cilët keni besuar, pendohuni dhe ktheheni Allahu xhalla shanuhu me një pendim të sinqert. Andaj me këtë ajet kuranor ne kuptojmë se teubeja dhe pendimi është obligim për çdo besimtar që t'i kthehemi Allahut xhalla shanuhu pas çdo lloji lëshimi apo gabimi eventual të cilin ne e bëjmë. Është nimet dhe begati shumë e madhe nga ana e madhit Allah se na mëson edhe se si na si besimtar t'i kthehemi Allahu xhalla shanuhu. E kemë rastin qysh në kohën e Ademit alayhi salatu wassalam, ku Allahu xhalla shanuhu e mësoi se si edhe t'i kthehet Allahu xhalla shanuhu pas pendimit apo pas gabimit faktikisht të cilin e bëri ndaj Allahu xhalla shanuhu, ku Allahu xhalla shanuhu përshkruan dhe thot: "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim." E Ademi alayhi salatu wassalam pranoi disa fjalë lutje për teube dhe pendim, e Allahu xhalla shanuhu padyshim se ja fali gabimin. E Allahu xhalla shanuhu është i mëshirshëm dhe Allahu xhalla shanuhu është pranues i pendimit. Andaj Allahu xhalla shanuhu mëshirë dhe rahmet dhe nimet i madh i tij është që neve si besimtar na pranon lutjet dhe duat të cilat ne i drejtojmë prej tij, në veçanti pendimin të cilin na e bëjmë. Besimtari dhe muslimani gjithmonë duhet t'i kthehet Allahu xhalla shanuhu me teube dhe me istighfar, pra me kërkim falje. Thot Allahu xhalla shanuhu në Kur'an: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim." Thuaj: o robët e mi, o ju të cilët e keni ngarkuar veten e juaj me mëkate, me lëshime dhe gabime. La taqnatu min rahmatillah. Mos e humbni shpresën nga mëshira dhe rahmeti Allahu xhalla shanuhu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Se me të vërtetë Allahu xhalla shanuhu i fal të gjitha gabimet. Innahu huwal ghafurur rahim. Se Allahu xhalla shanuhu është falës dhe pranues i pendimit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: ai njeri i cili e agjeron muajin e madhërisëm të Ramazanit me besim, edhe me shpresë se Allahu xhalla shanuhu do t'i afal gjunahet e tij, padyshim se Allahu xhalla shanuhu do t'i fal të gjitha gjunahet të cilat ai i ka bërë. Andaj me një rast tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: vallahi deri në 70 ditë unë i bëj istighfar, teube dhe pendim Allahu xhalla shanuhu për lëshimet eventuale të cilat na si njerëz mund t'i kemi. Andaj e lutim Allahu xhalla shanuhu që mos t'kaloj ky muaj i madhërisëm i Ramazanit për vetëm se të merituar për mëshirën dhe faljen e Allahu xhalla shanuhu në këtë dynja, e inshallah dalim faqe bardh për Allahu xhalla shanuhu.